Dalëm tinguj të kësaj këngë për ta pranu edhe një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mbrëma, mirë se na erdhe Ismail. Mirë mbrëma, përshëndetje Lule, si jeni? Mirë, faleminderit, mirë jemi, po ti si je familjarisht? Mirë, kalojnë, ju që shene e një loqë, kalonja. Po i ta na ka pak për që shtë si ngërbet, po ka përcejna. Me holle, me dertë, me qa me bon. I përshëndes gjithë dëgjuesit e telefonuesit. Faleminderit. Që janë. Po ashtu edhe ju uroj mërgjimtarëve një mirëseardhje të suksesshme në ato që janë nisë, ato që janë aty ju uroj ta kenë shëndetin. Çka më bë dikush këtu, dikush atje që të shkon kjo jetë. Edhe në fillim është Lule ne nëse më lejon sot ja uroj nipit ditëlindje nëse se ka afër këtu, gjindet Mërgim, gjindet Sloveni, se dhe ka dy vjetorin e lindjes. Faleminderit shumë Ismail që na telefonove dhe në emrin tim, stafit dhe të familjes time ju uroj nipit tuaj 2 vjetorin, inshallah ka shëndetin, rritje të rahatshme e festoni edhe 100 vite tjera të lumtura bashkë. Faleminderit, Lule, faleminderit. Ta është pak edhe të lidhën pak edhe të... Esmar po. Nuk se dja pa tema, nuk pa temë, që kem do këtë lidhje që çfarë ju kalon për shtypje kjo vetë. Po. E ta thëmë drejtën, zakonisht se që po vinë zgjedhje po na dëshprojnë pak ma tepër. Po shkon koha që të kohën e fundit dhe jo zgjedhjet komunale, jo zgjedhjet parlamentare, e na kanë shqetësuar ka pak, po ka që se të lashe, po ka se po inshallah bëhet mirë, inshallah kalojnë edhe këto. Dhe na jemi Lule shumë interesante është se na nuk ja dim lerën as kujt. Do është me lidhë me një rinjone tha kish pas për lidhë një partimi që sa u lerë ka njeri. Njone tha kish pas një mullin, tha një fukara, tha që e marrë që për do ditë qelsin me blunat. Për para kanë du ma shumë misër, se janë morë me misër, s'ka pas. Tha e ki zonë 20 vite tha kish shritësu, një dhe tha ki pronari tha kish qitë kolomoqin në vetë në kosh, tha ku shkoj që me marë qelsin e mëllirit, tha valoj be kuj shisët, sot e kum qitonë, thot, po si ta kry, thot, nuk ka problem, thot, s'ta kum nash njerë. Tha ki qaqë që u të shpru për një, veç pse ki s'qitë ki për para, fal një shpreje, ka i tha dhojë shanë ta. A 20 vjetë, 20 vjetë, tha e kish shfrizu. Edhe të na, edhe të këna. Për një gabim, normal që na jemi njerëz muj me gabojnë gjithë. Po na për një gabim i hulmi krejt me një fest. I ofendojmë shlirimtarët, i ofendojmë që nuk e di çfarë popull, nuk e di. Shumë interesant jemi na jemi popull i çuditshëm. Nuk e di unë kam respekt shumë për shlirimtarët, edhe falë Zotit që ato shlirimtarë, që ato dëshmorë, e sot jemi ku jemi. Sot jemi qëto ku jemi. Se po mos ishin këta, unë besoj që dikush në Macedoni, dikush se unë vetë me familje më pas në onën smut, këmit e veqër, vëllahën smut, kam shku pilusës në Macedoni. Po njerës nuk e di, unë po më habitin ma shumë të Lule, jo këto generatat e reja, se këto se kanë përjetue, nuk i kanë ditë, mu po më habitin ma shumë të generatat të mesme bre, e kena përjetu këtë, edhe kemi ditë, e kemi po gjarin, e kemi po ushtërisë limtare se çka ka jekë në male, çfarë tortura kanë pasë. Po nuk e di, nuk e di, sinqerisht po tham, na jemi një popull i çuditshëm. Po inshallah kalojnë edhe këto, inshallah fiton ai që më i miri, po nuk po besoj se na veshëm prapë, të na shkon gjithmonë veshëm prapë. Gjithmonë atë drejten e shkelmi na.
Se atë janë problemi lule. Pa lule kanë 7 mora pak kohë. Jo, absolut nuk u morre kohë, po çka pret te si qytetari Kosovës për vitin 2026? Allah e lule, deri sa nuk vedisomi na si popull, probleme kemi me prit diçka. Unë po tham inshallah vedisohen e nuk bojnë përqarje, nuk ofendojnë, se deri sa ne nuk vedisomi, unë e peshoh në familje ku do që thej, ka hi një përqarje, ka hi një gjelëzi, ka hi nuk e di për shka është kjo problem. Nuk është interesant. Na mas pari është normal që të pas shëndetin. Po, sinqerisht po tham, nuk e di. Tjerit populli sa të vedisohet e ta thot realitetin. Jo me sa shethona, jo me më tha ki, më thaj, boni ki, boni aj. Ne nuk besoj që do të jemi në rrugë drejt. Po pra po tham, inshallah ndryshon. Unë e pres që në 2026 të ketë një ndryshim dhe populli të vedisohet. Lut na dhënë dhe zoti ti harrojnë këtu që kanë bo dhe i tash se me të vërtet ka qenë një vit që nuk e di ndonjëherë që ka pasë vetë me një fjallur ma banal muj me qujtë kështu, edhe pse unë ju kërkoj falje që vë shprejna kështu, po si në media, si nga politikajt, si nga gjithë bre edhe nga populli, edhe s'ke pas asko këqyr, asko nga dëgja, veç, sharje, fyrje, ofendime, dhe është zote që vite që vjen të lamë këtu krejnë këtë vit dhe të fillojmë për smare, për smire, që është në ata ka neve si shqiptarë. Ashtu. Lule që u pasam dhe një, prej 2020, prej 2000 në realitet falë, na kemi pas zgjedhje rregullisht, kemi pas zgjedhje, po nuk ka pas përqamje së që të 5 vitet e fundit. Ka pas debate, ka pas diskutime, ka pas nështë jo të ban, jo të je maj mirë, unë jam maj mirë në qeverisje, e më fjallë banale, fjallë edhe mi poshtru, mi ofendu, që shto nuk ka pas, unë jam në moshë në begit mesme, nuk ka pas ofendime, nuk ka pas fjallë banale së këto vitet e fundit, që sidomos që të 5 vitet e fundit. E vërtet është. Unë e kira bile se dashta me lidhë dhe këta, ne kemi një familje dëshmorëve këto në komunë tonë, i ka dhe djemë plus nonën babën që e kanë vra në luft, edhe shira gjithë me hanën janë shku 3 ministri ka shku në familje të atë në këtë parti tjetër. Ta na i pash komentet, i pash, bile për të regve dhe rejtë, në jashujta një koment, bash ati se më pa thonë mja votu rejen për në asamble komunale në PDK. E dhe thash e keni në ru partijet, po e shumë mirë më përgjithë. Pa ju tha, Ismail tha nuk e kemi në ru partijen, sa për ne i presmi këto, kur do që dven familje, ne i presmi. Mirë po, da është të më shkaj menja ku i ka shku kreminisit me atë deputetin që është i zgjith në komunë, i ka mori ka qu, vetëm për me bu për qare. I ka mori ka shku në familje, të atë. E ata shku dhujë në shpinë normal që të nga do të me pritaj, të kuptu. Po shumë mirë, po kuptaj për zëtë. Do me ku i ka shku mendja me shku me hinë atë familje që edhe ka di që ka vishtima, e ka di që është në qavën tjetër. Po nuk e di dule, nuk e di shala, thasë dhe disome, e shala në vitën ashëm fiturën ato që meritojnë, jo këta që se meritojnë. Falemderit shumë, Ismail, unë falenderoj shumë për telefonatën, respekt pa fon, edhe njëherë urime për ditëlindjen e nipit e pas pak do tjetë edhe me kërë për ditëlindjen. Nëse ka mësi një kongë, falemderit shumë. Pa tjetër, natën e mirë gjithë mirë. Natën e mirë.
ju kërkej falje, se një të spirë më ka qënë fët. Ishte pra edhe Ismail Rejgja, ku falenderoj për telefonatën. Unë të shkoj me një këngë për ditëlindje dhe kthehemi pas pak.